Përshëndetje të dashur miq të televizionit Shpresa. Sot në studio kemi të ftuar profesor Pullum Piliqi. Përshëndetje profesor. Përshëndetje. Profesor, thjeshtja e ambasadës amerikane, a do të thotë që Amerika nuk njeh zgjedhjet? Mi mbrëma të dashur bashkëdhetar shqiptar, kudo që ndodhi, në përbot, në Bërgim, në Tiranë, në qytetet e Shqipërisë, në Malzi, Maqedoni, Kosovë. Gazetarja bën pyetje që ambasada amerikane pse është në heshtje. Ambasada amerikane është e hapur, të dashur bashkëdhetar shqiptar. Punën e saj e ka bërë ashtu siç i ka thënë State Departamenti, Ministria e Jashtme e Washingtonit. Ambasada është hapur, ambasada është go çdo gjë. Po vete fjala për zgjedhjet. Këto nuk ishin zgjedhje, po këto ishin dashur bashkëdhetar shqiptar, të gjithë ata që votuan 10%, nuk votuan siç thon 43%, sepse gjithë Shqipëria 900.000 të dashur bashkëdhetar. Pra, nuk ishin zgjedhje këto, por ishin provokime se si mund të bënte dy partit, PD dhe PS-ja. Nëse ne do ndalomim zgjedhjet, mund të fillonte provokimi me njëherë dhe thoshin ndalua zgjedhjet. Pra, unë nuk kam thënë të dashur bashkëdhetar shqiptar nuk ka zgjedhje, por ka arrestime dhe arrestimet fillojnë urgjent, minutën. Pra, ambasada është në fuqi, po e dekuruan kryeministrin e Shqipërisë Edi Rama, ata ministra që erdhën, ata palo ministra që erdhën këtu, rrugaçëria e Evropës erdhi ju përkul kryeministres italiane, e pa dhe presidenti i Turqisë u largua, kryeministri i Gjermanisë u largua edhe i Inglisë. Arsye se e pan se kush kishte erdhur në tokën e shqiponjave dhe përfundovi si PD dhe PS-ja me turp, sepse të dashur bashkëdhetar shqiptar, llumi i 32 vjetëve ka përfunduar, nuk kishte zgjedhje, po ka arrestime dhe burgosje të papara. Erdhi nga Washingtoni zëvendës drejtori Stefan Fieldes, takimi special me ministrin e Brendshëm dhe kryetarin e SPAK-ut Domani. Pyetja e publikut është, cila është arsyeja? Po, është e vërtetë, Steve Fielden është zëvendës drejtori, ka erdhur me shërbim nga Washingtoni për 3 ditë, dashur bashkëdhetar shqiptar. Ashtu e kam thënë dhe unë shumë herë. SPAK-u paguhet nga Amerika dhe SPAK-u e ka firmosur në Washington dhe ka firmos me dorën e vetë se do zbatoj ligjin e kushtetutës që ndodhet sot në Shqipëri. Por dhe programin e Amerikës që e firmosëm ka njerë 2-3 herë, këta të SPAK-ut, ne kemi fotografi dhe duke firmosur. Pra, dhe unë i kam bërë thirrje kryetarit të SPAK-ut Domanit që filloi arrestimet, sepse Amerika e paguan gati $10.000 për çdo person nga ata. Pra, ata po e minin me avash. U detyrua nga Washingtoni, erdhi zëvendës drejtori dhe takovi special takim me ministrin e Brendshme të Tiranës. Po ashtu dhe me kryetarin e SPAK-ut. Do me thënë, vazhdoni arrestimet se s'kinim në kohë. Mbaruan votimet, pritëm të quajtura votime, po të s'ishin votime, mbaruan, ashtu i keqëzes që t'ishte dikur në burg 4 vjetë më përpara, pra i dha votimet, 80 e ca edit, dhe gati 47 salës. Pra këto nuk ishin votime, po ishin arrestime. Urdhri është dhënë SPAK-ut
të filloj arrestimet urgjent këto ditë, edhe duhet përfundoj brenda këtij muaji. E di që janë shkurt ditët, por duhet përfundoj arrestimet të filloj që nga zëvendës kryeministria, që nga PD-ja, e quajtur PD, pa nuk është PD, nga Saliu, e deri në fund. Pra, arrestimet duhet bëhen urgjent që populli shqiptar të riqet, sepse populli shqiptar, sidomos na shërgon çdo ditë në orën 6 dhe pret pa durim realin. Pra, të kthehemi edhe një herë, ambasada është hapur, ambasada nuk e uron dot, se nuk ka zgjedhje, po ka arrestime. Ambasada e ka thënë dikur fjalën Jurikim që do hanë barë. Pra, këta llumi i kombi shqiptar që ka 32 vjet që e torturovi Shqipërinë, i torturovi intelektualët dhe ngriti rrugaqërinë në qeveri. Pra, e them rrugaqëri sepse nga hiqi s'kishën të vishin pantallona dhe fustane, të nesmen, kur beshin ministre o deputete, e gëzonte një vil o një hotel. Pra, të gjitha këto do t'jenë tuaj dashur shqiptar, ambasada është hapur, shëgon çdo milimetër të tokës shqiptare, sepse Amerika është me shqiptarët, është me ju. Shqiptarët në përbot shohin të vëshpresa në orën 6. Kërkesa e tyre është një miting në sheshin Skënderbej. O dashur shqiptar, unë kam thënë e para, çdo intervistë që bëjmë ne në të vëshpresa në orën 6, të paktën 6 të darkë se 6 të mbasdite, janë mbi 30 e ca mijë që bëjnë klikime, shkruajnë dhe të gjithë më shkruajnë. Më thonë, ju lutem, u duam të vini në miting para Skënderbeut. Do të thotë kjo, se Skënderbeu nuk e kam përfillur për vite e vite me radhë. Edhe kur kishe dalindjen më 6 maj, nuk hodhi një lule apo të flisin diçka për Skënderbeu. Pra, kanë të drejtë shqiptarët dhe unë do të detyroj nga kërkesa e shqiptarëve, sidomos nga Amerika, Evropa, Gjermania, Franca, Italia, Greqia, sidomos të shumtit, do vinë me mira e me qinda, përveç Tiranës do ngrihet e tëra. Pra, unë po detyrohem nga shqiptarët se e duan vërtet një demonstrat, po kjo demonstrat nuk është dashur bashkëtetar, po do t'jetë miting paqësor. Do me thënë, shqiptarët të gëzojnë lirimin e tyre për 34 vjet me kryetar qeverie, me presidenta ignorant, me hajdut, me rrugaqëri, të gëzojnë të drejtën, të gëzojnë të i shohin fëmijët e tyre, sepse fëmijët e tyre më shkruajnë që të mlidhet gjithë Shqipëria. Do vinë nga Kosova, do vinë nga të gjithë anët, dhe mbesoj, por nuk them 100%, besoj se 13 qershori do të bëjmë mitingu paqësor aty para Skënderbeut. Që t'i themi Skënderbeut, erdhi koha e patriotëve, erdhi koha e intelektualëve, erdhi koha e të rinjve të kthehen në tokën shqiptare, që punojnë natë ditë në përvot, mua marrën pasaportat u hedhën, i ndalojnë në përkufit, këta plira që erdhë para 3-4 ditëve, ata plira që tallshin me shqiptarët, të veshur tamam rrugaqëri, hangër darkën, kurse presidenti i Turqisë, kryeministri i Gjermanisë dhe i anglezëve u larguan automatikisht për arsye se u turpruan me këta rrugaqëri. Pra, Edi Rama e përfundovi dhe mbushi kupën kur themi në shqiptar, ka kaluar shumë vija të kuqe. A ishte dënuar dhe në Amerikë. Pra, të dashur bashkëdhetar shqiptar, besoj, po do të them çdo ditë të vërtetën, realitetin, arrestime do bëhen këto ditë të papara, sepse nuk kam më kohë. Pra,
Këta mbedojnë, si shtonë dashi, tamam programin që kemi ne, do bëjmë qeveri teknike, do t'i paguajmë kështu pensionistët, këta zotnit i kanë vrarë pensionistët, këta zotnit i kanë vrarë arsimin, këta zotnit ka vrarë policin, policia s'ka buk të hajë. Pra, zonja gazetare ke drejt që më pyet dhe unë po i përgjigjem publikut dhe shqiptarëve. Sot Tirana zgjen se Partia Socialiste feston fitoren. Çfarë fitore, profesor? Dashur bashkëdhetar shqiptar që nuk është fitore, ka mundësi të lutem të nxirri në piktur realitet. Ja pra dashur bashkëdhetar Edi Rama me parat tuaja, miliona e miliona dollar, jam mbledhur me veshje dhe me gjin nga Floriri, nga djersa juaj që keni 45 vjet në regjim bolshevik, që punonit për një copë bukthat, i keni rritur fëmijët pa buk, dhe fëmijët tuaj sot ndodhen për rrugët e botës. Duke qarë, bëjnë telefon e thonë nëne dashur, do vim, ka 30 e sa vjet që s'kanë erdhur. Pra, kjo fest që bën ata është fest e vdekjes së tyre. Ti jeni të bindur bashkëdhetar shqiptar, se këta do arrestojnë të gjithë. Dhe për këtë drek o dark që e quajnë ata, pra ata do e të zi. 97% për të vinë në sheshi Skënderbeu dojen të gëzuar, do ngrenë dollin, jo me të pirë, me këngë patriotike, shpëtimin e Shqipërisë. Kurse 3% këta që festojnë dhe bredhën të veshur me luks, harxojnë si që harxuan para jave me ca ministra, ashtu harxojnë edhe sot. Kjo nuk është ftesë, po është vdekje. Shikon nëna si pret këtu. Po këta nuk kanë turp. Këta s'kanë turp dashur bashkëdhetar shqiptar, sepse këta janë llumi. Këta nuk njohin babën e tyre të dashur shqiptar. Këta njohin spillekun, këta njohin se si t'i paguaj greku, se si t'i paguaj sërbi. Aman, kanë harruar. Kanë harruar dhenjen e naftës sërbëve. Unë shqiptar nuk harroj. Kanë harruar piramidat. Në 97-ën, 21 janarin, bombën e Fatmirit në Vorë, që ka djegur fëmijë, dhe nënat e tyre akoma nuk kanë marrë drejtësinë. Po të dashur shqiptar, po u garantoj. Po u garantoj me jetën time, të gjithë këta, jo në drejtësi po do shkojnë, po të gjithë këta do ngelen në përburgjet. Këtë krim që i kanë bërë kombit shqiptar për 32 vjet, e kanë fjalin që kur ka hyrë Sali Berisha. Këta nuk i lanë fshatarët të pini ujë, që kjo toka shqiptare e shkret ujë. Nuk e lanë naftën të japën shqiptarëve që kanë punuar të jetën. Kushton 10 cenca dashur bashkëdhetar 1 litër. Këta i shesën $2. Pra ushqimet po i sjellën nga serbët. U erdhi fundi. Dhe ajo nëna që pret me shkop. Shikoni afër nënës, që është interesante, është fotografi origjinale, dhe macja është me kokulur. Edhe ajo është e dëshpëruar. Nëna me këpucët me balt, me fustan të zi, me shkop në dorë, me lotët në sy, kurse këta kodosha, bëjnë darka dhe dreka, miliona $, hargjojnë kërcejnë me gjinglat e tyre me florin, që va kanë marë patriotëve të Shqipërisë, po këta s'do kena asgjë. Besoj se do e darka e fundit. Do të shojnë burgun. Ashtu gëzoshe dhe Ilir Meta. Ashtu gëzoshin
edhe zvenc kryeministri e të tjerë. Po ja, pra, janë në përburje, s'kam për të dalë më. Këte që i kam bërë kombi shqiptar e pa parë në histori. Nëna e dashur që pret me shkop, do t'i shoj dhe jo të birat. Do t'i shoj dhe jo niprat janë rritur nga 30 vjetë jashtë Evropës. Ka dalë dim të ri, beqarë, 17-18 vjetë, sot janë me fëmijë. Edhe kanë dëshirë shkrimet që unë i lexoj, e jo me lot në sy, po të vesh duart në kokë, që e duan Shqipërinë shqiptarët, të quajtur emigrant, tallet Franca, u a hedh pashaportën ku ishe shqiptar, e ti pse? Sepse plasi se shqiptarët janë dëzjuar. Sot më ka ardhur dëzyrë shumë njerëz, por jam habitur. Ka ardhur dy djem, një djalë i ri me gjithë shoqen dhe një djalë gati 4-5 vjeç. Kur e dëgjoj atë djalin e vogël, ishte hapur telefon dhe në gjuhën angleze, në gjuhën që unë jam rritur kaq vjet në Amerikë, dhe e pyeta, po ju, çfarë po bën fëmia juaj? Fëmia tonë tha dimnjësh 4-5 vjeç. Ja pra sa intelektual jemi ne. Pastaj nuk na duan dashur shqiptar. Po janë e po i kryojmë. Unë përsëri i bithirje gjithë të rinjve. E janë se ne do kryojmë qeverinë e kemi kryuar. Shumë shpejt kalojmë në zyrat tona të reja. Por duhen 3 drejtori. Drejtoria e policisë, drejtoria e FBI-s, po do tjetë FBI-a shqiptare. Tekstualisht FBI-a shqiptare. Do tjetë drejtoria e inteligjencës, po na vijnë shumë të rinj. Dhe unë ndërmjet ekranit televizorit të veshpresa u bithirje intelektualëve të rinj. Eja një sa më parë të krijohet drejtoria e inteligjencës shqiptare për të kontrolluar jo vetëm Shqipërinë, po dhe tej Shqipërisë. Do t'jetë me mjete moderne, do t'jetë që të ruaj kombi shqiptar, do t'jetë që të ngëri zërin, ja pra, ne jemi stërnipat e Skënderbeut, ne jemi stërnipat e stërnipave të Aleksandrit të Madh, ne jemi stërnipat e Teutës. Kam shumë për të thënë të dashur bashkëdhetar, patriot të veriut të jugut, që nuk ziren sot në gojë, po bëjnë skulptura dhe piktura të lumit në për Tiranë që do hidhen poshtë, që do vinin intelektualët, patriotët, trima, që kanë luftuar për te Lezhës deri në kufi me Beogradin, shtoka jonë, kanë luftuar gjysë të gjyshi me shpat, me bajanet. Ata duhen emrat, si që kemi thënë në programi tonë 50 pika, dhe programi e ka shumë bukur, me mermer që në herojt tonë kombëtar në Skënderbeu dhe më poshtë do të shkruajmë me gërma floriri në mermer emrat e patriotëve, e luftëtarëve. Do ngelet në histori këta ignorantët, do të tregojmë pralla fëmijëve se që kanë bërë këti kombi me këtë lumë. E pat dhe vetë Amore Edi Rama. Desha të të ndihmonje seriozisht, se nuk dua që një shqiptar të eliminohet o të burgosit, po kalove vinë e verdhë. Nuk po na zë gjumi nga përkulja që është bërë në tokën e Shqipërisë, fytyra jote. I ule, sa edhe unazën dhe u me qef po drishe, duke erdhur, si kur ti po beje ftesë dhe martesë. Po kush të një ty more Edi Rama? Ty së një kush. A turp që ke bërë ti dhe presidenti Turqis kur nuk do shkelin këto këthot. A të turp që bere ti uli autoritetin e patriotëve shqiptar me ato atlete
ke të drejtë. Se ke qenë 2 herë në burg. Asnjë s'flet për mua, si Berisha dhe ty, se unë jo mirë. Flisni, pa do të shikoni që do t'u bëj. Flisni në realitetin. E janë flasën bashkë. O lumë, i lumit, që keni prishur kombin shqiptar, që nuk ka një gotë ujë të pi. Gjithë Kosova, sot 22 ditë që përpiqen të zgjedhën parlamentin apo qeverinë. Kurti, të kam thënë, nëse nuk ve këtë flamur të Shqiponjës me krenar, nuk ka asgjë për të zgjedhur. Se është toka jonë. Është toka jonë për ardhjën Skënderbeu. Është toka jonë. Nuk është flamuri grek e serb ai që keni atje në zyrë. Kosovarët janë trima. Ka luftuar me shekuj, me slavët, me shki, që u thonë. Pra, e ju deputet që një zgjedhu, ngreni zërë, hiqni atë flamur, nesër vini flamur, mbas 2 ore do të bëhet qeveria. Nuk ka. Ua kam thënë 1000 herë të dashur shqiptar, kudo që ndodhin në botë. Vërtet thonë, është një zot, është diçka, po zoti është Amerika. Si në tokë, e në erë, në ajër. Amerika s'ka nevojë as për ushtar, as për gjë. Të bën atë sta pret mendja. Mbron kombin, kudo që janë, mbron kombin real. Dhe bolshevikët duhet leminuar, duhet larguar. Sidomos nga toka jonë. Nga toka që jemi vrarë me shekuj. Po mirë më të dashur bashkëdhetar shqiptar, si mund të harrojmë qamërinë? Ajo qamëria e jonë, kjo harta e jonë, kjo do bëhet. Ashtu e kemi vendosur para zyrës tonë, që është foleja e kombit. Këtu vinë vërtet shqiptar, patriot, intelektual, muzikant. Kjo hartë do viret shumë shpejt para Skënderbeut. Dhe atë ditë që do bëjmë festën e lirimit, festën e gëzimit, që do t'i vinë fëmijë, nënës, të afrojnë, nipra, stërnipra. Ky është flamuri jonë. Nisave nuk u vjen mirë, por s'kan qa bëjnë. E grekut e peqa i ndodhi këto ditë, sot, ashtu do t'u njajtë tërve, e Francës, e kujdo. Ne jemi shqiptarë, ne jemi kudo vëllezër, u kam thënë, ne zhgojmë çdo milimetër të tokës tonë, të kufive tonë natyrore. Dhe për te, ne jemi të betuar, shpresa demokrate as shitet dhe as blijet. Pra, ne jemi të betuar të bëjmë kombin, kemi 100 vjetë që torturohemi, po unë bëj thjerrje shqiptarëve, vëllezër. Afroni vëlla me vëlla. Ka shik këti flamuri që shini më të djathtë në krahun tim. Bashkoni motër me vëlla. Jini zënë për një pjesë tokë të vogël. Është e qëllimshme. Ajo 7500 për të vrarë vëllan me vëllan, me motrën, me komshin, me lagjen. Këtë do Serbi. E donte, po s'ka mundësi të vime. Këtë bëri Serbi, edhe Greku, ka sjell drogat. Të vesh në për universitet shet droga. Për të eliminuar fëmijët e arshëm që do të jenë president, kryeministra, ministra, ambasador. Të betohem para jush, para këtij flamurit tim, nuk do të ketë drogë në tokën shqiptare. Absolutisht. Pase që bëjmë jashtë, djemë të ri, ne mund t'i ndihmojmë.
Ashtu si na kanë helmuar t'i helmojnë. Po jo në tokën shqiptare të këtë droga. Po jo në tokën e Skënderbeut, të kësaj shqiponjën, të martohet mashkull me mashkull, kur asnjëherë do dodhi në tokën e Shqipërisë. Po, Berisha e ka bërë me ligj në parlament. Martesën, femër me femër, nuk do ketë në tokën shqiptare. Nuk do ekzistoj të dashur shqiptar. Drogë, do martohet mashkulli me femër. Do gëzojnë të lindë fëmijë, të shtojë Shqipëria jonë e dashur. A i shini se s'kan me lindje, se s'kan ku jetojnë, s'kan ushqim, s'kan shtëpi, kurse këta, ignorantët, ordinerët, alfabetët, kanë vila. Shqiptarët s'kan bukë më darkë, këta vjen hanë në restorante o luksoze. Ne i dim të gjitha i mbajmë shënim, të gjitha i kemi fotografi. Por shqiptarë, burgjet janë bërë, sidomos ai Shkodrës, do t'i shihni vetë në pushimin e tyre, kur të dalen në terracë lartë, do t'i shihni si do rrihen njëri me tjetër, që janë pa fytyrë këta. Do thonë, ti më ke spënuar, unë do të bëjmë tamam si teatr, si në kohën e regjimit komunist që bënin çfaqe, duke vjedhur presh e duke vjedhur gjera, vëllëqet e dynjas. Shqiptar, vëllezërit e mi, e janë sa më parë në Shqipëri, intelektual, të rinj, punë sa ketë plot polici të mos trembet. Nuk do t'jeqen polica, po shefat e tyre do dalën skarco, po ju jo. Unë i bëj një thirrje dhe drejtorit të policisë, thirrja ime është e fundit për të. Je i ri, nëse e do kombin dhe Shqipërinë, mos merr urdhë me as nga Sala e as nga Edi Rama, as nga Gromos Ruçi, as nga Gjinushi, as nga Ceka, as nga Meksi. Këta më kanë ngelur mua në kohën e Rami Salis. Këta më njohin mirë dhe i njoh mirë. E di fare mirë historinë e tyre. Ta të dashur shqiptarë, do jeni shumë të gëzuar së shpejti. Do bëni çfarë të doni në tokën tuaj. Të hapni us, të pini ujë. Nafta do t'jetë me lira në tokën e Shqipërisë. E di të dashur shqiptarë që paguani $2 për 1 litër. E dini pse? Sepse nafta e Fierit, së bashku me atë kryetare e bashkisë që ai duhet të arrestuar para 2 muajve, nafta kalon nga Fieri e shkon në Vlorë natën tërë natën me tren. Kurse trena për ju nuk ka dashur bashkëdhetar shqiptar. Kurse nga Fieri në Vlorë që shkon nafta, po treni punon datë ditë. E di pse nuk u kanë lënë këtë tren në tokën e Shqipërisë, i vetmi shtet në botë, qëllimisht që të blini naftën nga 10 senca $2. A shikoni nafta sa është e benzina, sa lirë është në Kosovë, në Maqedoni, $1. Që e merr për këtë. Kurse këta i kanë marrë parat. Unë do t'u jap një lajm të gëzuar dashur shqiptar. Tëra parat që i kanë këta mbi $11 bilion të fshehura në përshpiret ashtu siç po i ziret kryetarit bashkisë, do i zihen nga $3-4 milion. Do t'i keni ju. Do t'i keni ju dashur shqiptar. 97% ju do t'i mini. Vila, hotele, ju do t'i gëzoni. Sepse ju jeni stërnipat e Skënderbeut. Kurse ata që ka bërë rëmuj, e të shkojnë. Nëse do kenë mundësi të shkojnë. Se ne jemi 24 orë që kontrollojmë edhe ajrin e tokën. S'kam ku venë. Ne i kemi lënë të shkojnë në Amerikë ta. Ishe non grada. Pra,
Evelia sa u kthe, u arrestuan. Pra disa njerëz, sidomos e Fatmiri që po e pyesën në televizor, del me falso fotografi, e thot, ky është kështu, ky senator. Ai si një asnjë. E kemi ne në dorë, o Fatmir. Ne të kemi lënë të lirë që të vesh në Amerikë, ku do t'i shpjesh parat. Edhe bankën që kishte në Hackensack, New Jersey, edhe u bllokua. E kanë shqiptarë. Çdo gjë. Spak të erdhi zëvendës drejtori, të tha, dosjet i kemi mbi tavolinë, këto ditë duhet të arrestosh urgjent. Për arsye se i ke qezes, Qelibari është fjalë e mirë, domethënë e pastër, ai është një rrugaç. E deklarovi, tash i ke të drejtë të arrestosh njerëzit të gjithë me rresht, nuk e kyça byroja kombëtare po militar. Të dashur shqiptar, miru pafshim, dhe ky flamur do valvoj në tokën e Shqipërisë, sa i bukur është. Amerika, flamuri amerikan valvon, Shqiponia valvon, sa e madhe është, pa të drejtë, se ajo Shqiponjë ka krijuar Evropën. Dhe ai flamur që është me hyje, me 50 shtete, mbron kombin e botror të demokracisë reale. Pra, këto të dyja do t'jenë në gjithë Shqipërinë. Kudo. Dhe dashur shqiptar, kur të vini ditën që të them të keni një flamur në dorë shqiptar, më të djathtë shqiptar dhe më të majt amerikan, t'i silli me vete. Do t'jetë ditë gëzimi, jo rrëmuj, ditë dashurie, ditë lumturie, që gjysha tuaj e kanë pritur 100 vjet këtë ditë e nesojshme. Për këtë jemi demokrat, që keni votuar për demokracinë, për PD-n, e janë pra këtu e keni folen. Socialist, që jeni me titull, po ju nuk jeni socialist. Ju jeni pa buk. E janë pra të bëjmë Shqipërinë. E janë pra 97% të realizojmë ëndrrën e të parve, ta shpijem në vend gjakun e tyre që kanë luftuar. E janë vëllezër, natën e mirë të dashur bashkëdhetar shqiptar, shihemi nesër, përgatituri si që më keni thënë, besoj se më 13, nesër do t'u them të sigurt, që të mbushni gëzime, besoj se dyqanet që janë vërdall, t'u japën të pili, gratis për lirimin e Shqipërisë. Kjo është dashur shqiptar, su ka qeshur buza për 100 vjet, do t'u qeshi më 13 qershor. Natën e mirë, e miru pafshim dashur shqiptar. Vdekje për këta tradhtarët që po festojnë me parat tuaja. Natën e mirë. Dashur miq të televizioni Shpresa, faleminderit që na ndoqët shihemi një transmetimin e radhës.